Burnley siguroi një barazim 1-1 në transfert ndaj Liverpoolit, I cili është një rezultat për të vlerësuar nga skuadra e cila aktualisht është në zonën e ftohtë të klasifikimit dhe një nga kandidatet kryesore për rënjen nga Premier Liga. Armando Broja ishte titullar në këtë sfidë, por nuk ja doli të linte shenjën e tij, I rrethuar gjithmonë nga mbrojtësit e Liverpoolit, për më tepër në një sfidë ku ekipi I tij ishte gjithmonë I tërhequr mbrapa. Ndaj edhe portali Burnley Express, një media që ndjek posaçërisht klubin, I ka vendosur atij notën 6 për sfidën e djeshme. Me vështirësi ja doli të hynte në ndeshje pasi I tillë ishte dominimi I mbajtjes së topit nga Liverpooli. Van Dijk dhe Konate e menaxhuan mirë, shkruhej në portali në fjalë duke shpjeguar notën për sulmuesin shqiptar.